Jorida, për shumë, bajmë Jorida, ku e ka foto në Joridës, nuk e shumë. Jorida Tabaku, qaj ka bërë, jako është? Zonja Tabaku është një prej... I dhanë presidencën e Komisionit Investigativ i Senatorëve. Ajo i bëri nder që ruajti atë pozicion. Ku ka shkelur Zonja Tabaku qëndroi shumë gjatë me Lulzim Bashën. Zonja Tabaku kaloi 2 vite ku nuk e ndante dot mendjen, ai ishte me Bashën, ai ishte me Berishën. Zonja Tabaku ka ardhur në selinë e PD-s, që njohim ne të gjithë ish Shqupi, në muajin shtator. Ka ardhur e fundit. Dhe kur ka ardhur, nuk ka qenë në linjën e fortë të Berishës. Ka ardhur për të thënë që unë jam këtu nga rreshti i tretë po rri, dhe linjën e fortë të Berishës që ajo donte, që e bën Vokshi, e bën Tepaloka, e bën Flamurnoka, e bën Albati, ajo nuk e bëri. Për këtë arsye, nuk u përfshite grupi ngushtë. Edhe në orkestër, edhe partia mund të shihet si një orkestër, jo të gjithë personazhet nxjerrin një titull. Patjetër, po. Zoti Berisha tregoi që dëshiron të mbaj më afër dhe më të sigurt ata. Se zonja Tabaku pa dyshim për mua është nga vlerat më të mira që ka PD-ja. Është qytetare. Përfaqëson një klasë tjetër politike nga ajo që është bërthama e Berishës sot. Dhe ndoshta zoti Berisha nuk është i gatshëm t'ia fal zonjës Tabaku këtë gjë, por kërkon ta sprovojë sërish, nëse e meriton, t'ia dalë sërish. Ka një shans të thyej hersin, po themi? Unë besoj që zonja Tabaku do ja dalë,